Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli i unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit me shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Kurani i shenjtë zë një vend të veçantë në historinë e njerëzimit, jo vetëm si libri themelor i Islamit, por dhe si shpallja e fundit hyjnore që ruan të pandryshuar mesazhin e Allahut për njerëzit. Që prej çastit kur ajetet e para ju shpallën profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ai është bërë burim drite, udhëzimi dhe diturie për miliona zemra në çdo cep të botës. Ndryshe nga çdo vepër njerëzore, Kurani flet njëkohësisht me mendjen dhe zemrën, duke ftuar njeriu të meditojë mbi krijuesin, të meditojë mbi vetveten dhe të meditojë mbi qëllimin e ekzistencës së tij në këtë botë. Mesazhi i Kuranit nuk kufizohet në një epokë të caktuar apo në një popull të vetëm, por mbetet i gjallë dhe aktual për çdo brez që kërkon të vërtetën. Madhështia e Kuranit nuk qëndron vetëm në bukurinë e jashtme të gjuhës dhe elekuencës së tij, por mbi të gjitha në veçoritë unike që e dallojnë ato nga çdo libër tjetër. Pikërisht për këtë arsye, njohja e veçorive të Kuranit është një hap i domosdoshëm për të kuptuar madhështinë e mesazhit të tij dhe rëndësinë që ai ka në jetën e çdo besimtari. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme do ju ftoj të ndjekim suren Al-A'la, pra suren e 87 të Kuranit familjar në programin e ditës së sotme. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, më shpëlotet. Lavdëro emrin e Zotit tënd, më të lartit, që ka krijuar gjithçka dhe ka përpjestuar drejt, që ka caktuar fatin e çdo gjëje dhe ja ka rrëfyer rrugën, që bën të rriten kullotat dhe pastaj të shndrohen, të vyshken e të thahen. Ne do të bëjmë ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk e për të harruar, përveç asaj që do Allahu, vërtet, ai e di të dukshmen dhe çka është e fshet. Do të lehtësojmë të rrugën e drejt, prandaj, këshillo nëse këshilla do të jetë e dobishme. Atë, do të dëgjoj ai që i friksohet Allahut, e do të shmanget vetëm më i keqi, i cili do të digjet në zjarrin e madh, ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj,
I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Por, ju përkundrazi, më shumë po e parapërqeni jetën e kësaj bote, ndonse jeta tjetër është më e mirë dhe amshuar. Kjo me të vërtet ndodhet në fletët e lashta, në fletët e Ibrahimit dhe të Musait. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në emisionin e Nektari Xhuma për ditën e sotme, të flasim rreth temës veçoritë e librit të fundit qiellor të Kuranit familjar. Kurani i Shenjtë është mrekullia e përjetshme e Islamit dhe shpallja e fundit hyjnore që Allahu i madhëruar ia zbritri profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Kurani nuk është vetëm libër themelor i fesë islame, por njëkohësisht është dhe burimi kryesor i besimit, i moralit, i ligjit dhe udhëzimit për njerëzimin. Ndryshe nga librat e mëparshëm qiellor, Kurani ka ruajtur autenticitetin e tij dhe vazhdon të jetë i pandryshueshëm që prej ditës së shpalljes. Ai dallohet për një sër veçorish, të cilat janë të jashtëzakonshme, që dëshmojnë origjinën e tij hyjnore dhe e bëjnë atë udhërrëfyes të përhershëm për të gjithë njerëzit. Le të nisim me veçorinë e parë, e cila është ruajtja e tij nga shtrembërimi, pra tahrifi. Një nga veçoritë më të rëndësishme të Kuranit është se ai është i ruajtur plotësisht nga çdo shtrembërim, ndryshim, shtesë apo mungesë. Kjo është një veçori që e dallon Kuranin nga librat e tjerë të mëparshëm qiellor, si Teurati dhe Ungjilli, të cilët, sipas vetë Kuranit, janë ndryshuar me kalimin e kohës nga disa prej pasuesve të tyre. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, për atyre që janë hebrejnë, ka të tillë që i shtrembërojnë fjalët nga vendet e tyre. Ajeti 46 i surës Nisa. Dhe në surën Bekare në ajetin 79, Allahu i madhëruar thot: "Mirë ata që e shkruajnë librin me duart e tyre, e pastaj thonë, ky është prej Allahut, për të fituar me të një çmim të vogël." Këto ajete dëshmojnë se librat e mëparshëm nuk mbetën të pandryshuar, pasi ndërhyrja njerëzore solli shtesa, heqje dhe interpretime të gabuara. Për këtë arsye, shumë studiues të historisë së feve kanë vërtetuar se tekstet e sotme të Teuratit dhe të Ungjillit nuk janë plotësisht identike me shpalljet origjinale të asaj kohe. Kurani është ruajtur nga vetë Allahu, ndryshe nga të gjithë librat e tjerë. Ai mbetet libri i fundit qiellor dhe udhëzuesi përfundimtar për njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, Allahu mori mbi vete ruajtjen e Kuranit familjar, duke garantuar se mesazhi hyjnor nuk do të pësonte as edhe një lloj ndryshimi. Kjo ishte për sa i përkiste veçorisë së parë, pra ruajtjes së tij nga shtrembërimi dhe ndryshimi. Veçoria e dytë, Kurani të dashur vëllezër dhe motra, është libër universal. Një tjetër veçori e madhështore, siç e tham, e bën Kuranin të jetë libër universal, sepse në të përmban çështje për çdo gjë. Ai nuk u shpall vetëm për një popull të caktuar, për një gjuhë apo një epokë të caktuar. Kurani është udhëzim për të gjithë njerëzit deri në ditën e Kiametit dhe deri në ditën e gjykimit, pavarësisht racës, kombësisë, ngjyrës, gjuhës apo pozitës shoqërore. Allahu i madhëruar thot në ajetin 87 të surës Sad se Bismillahirrahmanirrahim. Ai, pra Kurani, nuk është tjetër veç se një përkujtim për të gjitha botët. Dhe në surën Muddathir, nga ajeti 35 deri në ajetin 36, Allahu i madhëruar thot Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, ai është një nga paralajmërimet më të mëdha, paralajmërim për njerëzimin. Këto ajete tregojnë qartazi se mesazhi i Kuranit familjar, që është fjala e Allahut të madhëruar, nuk është e kufizuar vetëm për arabët apo për muslimanët e kohës së profetit Muhammed. Përkundrazi, ai është shpallur si udhëzim për mbar njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Vlerat që përmban Kurani, si drejtësia, mëshira, mirësia, sinqeriteti, respekti ndaj prindërve, mbrojtja e të dobtit,
ndalimi i padrejtësisë dhe thirrja ndaj së mirës janë të gjitha këto parime universale që i shërbejnë çdo shoqërie në çdo kohë qoftë ajo. Veçoria e tretë e Kuranit është se Kurani është libër gjithëpërfshirës. Pra, ai nuk kufizohet vetëm në çështjet e adhurimit, të besimit, apo në urdhëresat vetëm të Allahut xhaleshanu për sa i përket, pra anës fetare, përkundrazi, ai përmban udhëzime për të gjitha aspektet e jetës njerëzore. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, dhe ne ta kemi zbritur ty Kuranin, librin pra, si shpjegim për çdo gjë, udhëzim, mëshirë dhe si përgëzim për muslimanat. Ajeti 89 i surës Nahl. Në Kuran trajtohen çështjet e besimit, pra akides, moralit, edukimit, familjes. Shtellohen në Kuranin familjar ato tema dhe çështjet për sa i përket pra drejtësisë, ekonomisë, marrëdhënieve shoqërore, historisë të popujve të mëparshëm dhe përgatitjes për jetën e amshuar. Kurani mëson njeriu të marrëdhënien me krijuesin, me familjen, me shoqërinë dhe me vetveten. Për këtë arsye, Kurani nuk është vetëm një libër fetar, por një program i plot jetese që synon lumturinë e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Veçoria e katërt e Kuranit familjar, të nderuar dëgjues dhe shikues, është se Kurani është libër për çdo kohë dhe për çdo vend. Është libër për çdo njeri i cili kërkon udhëzimin. Kurani nuk lidhet me një periudhë të veçantë, periudhë historike. Mësimet e tij mbeten të vlefshme për çdo brez, për çdo vend dhe për çdo njeri i cili humb në errësirat e kësaj bote dhe kërkon udhëzimin përsëri. Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim. Ai nuk është tjetër veç se një përkujtim për të gjitha botat. Ajeti 27 i surës Takwir. Pra qëllimi i Kuranit është ta njohë njeriu me krijuesin e tij, me qëllimin e jetës, me përgjegjësinë që ka në këtë botë dhe në jetën e përtejme. Parimet që përmban Kurani nuk ndryshojnë me kalimin e kohës, sepse ato burojnë nga dituria absolute e Allahut. Prandaj Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim. Ne e kemi zbritur atë me të vërtetën dhe ai ka zbritur me të vërtetën. Ajeti 105 i surës Isra. Të dashur vëllezër dhe motra, edhe pse bota zhvillohet dhe shoqëritë ndryshojnë, drejtësia, ndjeshmëria, ndershmëria, besnikëria, mëshira dhe përgjegjësia, të gjitha këto mbeten gjithmonë vlera të domosdoshme të shoqërisë. Pikërisht për këtë arsye, Kurani vazhdon të jetë aktual dhe i zbatueshëm për çdo kohë. Por, cilat janë dëshmitë që tregojnë se Kurani është ruajtur i pandryshuar? Le ta nisim me të parën. Dëshmia e parë është vetë Kurani familjar. Ai është transmetuar në mënyrë tawatur, pra nga një numër aq i madh njerëzish në çdo brez, sa është e pamundur që të gjithë të kenë rënë dakord për një ndryshim apo një falsifikim. Kurani u shpall profetit Muhammed gjatë një periudhe prej 23 vitesh. Megjithatë, ai ruan të njëjtën madhështi në stil, elekuencë, retorik dhe bukuri gjuhësore nga fillimi i tij e deri në fund. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. A nuk meditojnë ata mbi Kuranin? Sikur ai të ishte prej dikujt tjetër përveç Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie. Ajeti 82 i surës Nisa. Po ashtu Allahu i madhëruar thot dhe shpjegon në Kuranin e shenjtë se Bismillahirrahmanirrahim, ai është vërtet një libër i fuqishëm. Ati nuk mund t'i vije pa vërteta, as nga përpara e as nga pas. Ai është shpallje prej të urtit të falendëruarit. Ajeti 41 dhe 42 i surës Fusilet. Ndërsa argumenti më i prerë është premtimi hynor, që Allahu i madhëruar thot, padyshim ne e kemi zbritur për kujtimin për Kuranin dhe ne do ta ruajmë atë. Ajeti 9 i surës Hijr. Ky premtim përfshin mbrojtjen e Kuranit nga çdo shtesë, nga çdo mungesë dhe nga çdo shtrembërim që mund të vijë.
Nëse edhe një ajet I vetëm do të ishte I humbur, ky premtim nuk do të realizohej, gjë që është e pamundur për Allahun e madhëruar. Pra, ky ishte për sa I përkiste dëshmisë së parë për vërtetësinë dhe për mënyrën që Kurani është ruajtur I pandryshuar. Dëshmia e dytë të nderuar dëgjues dhe shikues, kemi transmetimet autentike të ardhura nga familja e Profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Një argument shumë I rëndësishëm ky, se Ehli Bejti paqja qoftë mbi ta pas Profetit Muhammad kanë vërtetuar pra se Kurani është fjala e Zotit të gjithësisë, ai mbetet ashtu siç I ka zbritur Profetit Muhammad edhe në kohën e tyre dhe do të vazhdojë të mbesë ashtu I njëjtë deri në ditën e gjykimit. Ata kanë pohuar vazhdimisht se Kurani që gjendet sot në duart e muslimanëve është pikërisht ai që ju shpall Profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, pa asnjë shtesë dhe pa asnjë mungesë. Këto transmetime ndahen në disa kategori. Së pari, hadithet që flasin për shpërblimin e leximit të sureve të Kuranit, pra premtimi I shpërblimeve për çdo sure, nuk do të kishte kuptim nëse ato do të ishin shtrembëruar. Së dyti, hadithet që urdhërojnë krahasimin e çdo transmetimi me librin e Allahut, Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka mësuar dhe ka thënë se çdo hadith që bie ndesh me Kuranin duhet të refuzohet. Dhe ky parim tregon se Kurani është kriteri përfundimtar I së vërtetës. Së treti, hadithi I njohur, hadithi Thaqalain prej dy rëndesash, ku Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Unë po lë mes jush dy amanete të rënda, librin e Allahut dhe Ehli Bejtin tim. Nëse kapeni fort pas tyre, nuk do të humbni kurrë." Ky hadith është transmetuar nga shumë rrugë dhe pranohet gjerësisht në botën islame. Nëse Kurani do të ishte shtrembëruar, atëherë urdhri për të kapur pas tij deri në fund të kohës nuk do të kishte kuptim. Dëshmia tjetër janë vetë muslimanët dhe besimi I tyre në fjalën e Zotit të gjithësisë. Një argument logjik është se nëse do të ishte hequr ose ndryshuar ndonjë pjesë e Kuranit, muslimanët nuk do të kishin më siguri absolute se ai përfaqëson shpalljen e plotë të Allahut. Mirpo, gjatë 14 shekujsh, të gjitha brezat e muslimanëve kanë qenë të një mendimi se Kurani është ruajtur I plot dhe asgjë nuk është ndryshuar tek ai. Dëshmia tjetër të nderuar dëgjues dhe shikues për veçoritë e Kuranit dhe se ai mbetet ashtu siç Allahu e ka zbritur që para 14 shekujsh, është kujdesi I jashtëzakonshëm që I është bërë për ruajtjen e Kuranit. Që në kohën e Profetit Muhammad, Kurani u ruajt me kujdes të jashtëzakonshëm. Çdo ajet shkruhej menjëherë nga shkruesit e shpalljes dhe mësohej përmendsh nga shumë sahab. Përveç kësaj, Profeti e përsëriste çdo vit të gjithë Kuranin me ëngjëllin Xhebrail alayhis salam, ndërsa në vitin e fundit të jetës së tij, kjo përsëritje u bë 2 herë. Pas Profetit, mira hafiz vazhduan ta ruanin tekstin e Kuranit brez pas brezi. Edhe sot, miliona musliman në mbar botën e din të gjithë Kuranin përmendsh, pra hafizat, dhe kjo traditë e pandërprer e bën praktikisht të pamundur humbjen ose ndryshimin e qoftë edhe një fjale të vetme. Veçoritë e Kuranit të shenjtë dëshmojnë qartë se ai është shpallja e fundit dhe e përhershme e Allahut. Ruajtja e tij nga çdo shtrembërim, karakteri I tij universal, gjithëpërfshirja e tij e mësimeve, vlefshmëria e tij për çdo kohë dhe për çdo vend, si dhe transmetimi I pandërprer nga profeti dhe nga Ehli Bejti paqja qoftë mbi ta të gjithë, e bën Kuranin një mrekulli të përhershme dhe burim më të sigurt të udhëzimit hynor. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, Kurani është, do të mbetet dhe do të vazhdojë të jetë drita që udhëheq zemrat dhe mendjet e besimtarëve në çdo epokë, duke I ftuar ato drejt besimit, drejt drejtësisë, moralit dhe lumturisë së kësaj bote dhe fitimit të xhenetit inshallah me veprat tona të mira në botën tjetër. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. أشهد أن